Tashi podcasti nëse e vure re, kishte për supozimi që ti që e dëgjon të dish se si është emigrimi dhe arsyet, dhe unë po ta shikosh në shumë për atyre thjesht I pyes për arsyet, dhe arsyet gjithmonë janë nga më të ndryshmet. Domethënë ti do thuash në atë fjalë, po të shikosh anketimet, në atë fjalë dinjiteti, ti mund është si një bashkësi e madhe, një Venn diagram që ti futin 100 gjëra brenda. Kupton? Tek ajo dinjiteti. Dhe dinjiteti gjithmonë në këto anketime, se unë kam vërë këto gjëra, kupton? Kur vjen anketimet pse ikin e këtë, se kam qenë interesuar vetë, se vetë jam emigrant disa herë. Dinjiteti është në krye. Dhe atë dinjiteti njerëzit argumentojnë në lloj-lloj mënyrash ndryshme. Qoftë ajo në punë, qoftë ajo në rroga, qoftë ajo se si trajton komshiu që është kushëriri Tomdoshit, qoftë ajo se si trajtojnë të gjithë. Pra gjithë shoqëria.